Për herë të parë në histori, Kupa e Botës 2026 do të zhvillohet me 48 skuadra. 16 ekipe kombëtare europiane do të marrin pjesë në botërorin që do të mbahet në Kanada, Meksik dhe SBA, teksa shanset e Shqipërisë pas suksesit madhështor në Serbi duken reale. 12 vendet e para të grupeve do të kualifikohen direkt në Kupën e Botës 2026, ndërsa 4 vendet e mbetura do të përcaktohen nga një fazë play-offi. Por si do të funksionojë faza play-off për Kupën e Botës, aty ku Shqipëria mund të përfundojë nëse fiton kundër Andorrës? 12 vendet e dyta nga grupet e kualifikueseve marrin pjesë në play-off së bashku me 4 ekipe nga UEFA Nations League 2024-2025, që në bazë të paraqitjeve në grup do të ketë edhe një klasifikim të përgjithshëm të gjithë ligave. Pra në total, vendet e dyta dhe 4 ekipet nga Liga e Kombeve do të formojnë 8 çifte, nga ku do të dalin edhe 4 skuadra që do shkojnë në botëror përveç 12 vendeve të para. Pra Shqipëria, në qoftë se e mbyll grupin në vendin e dytë, do të përballet me 2 kundërshtar që përcaktohen me short në fazën play-off për të siguruar një bilet drejt botërorit për të mbajtur gjallë ëndrrën amerikane. Tashmë situata në grupin K është si më poshtë. Shqipëria ka ende 2 ndeshje për të luajtur në nëntor, më 13 nëntor ndaj Andorrës në transfert dhe në 16 nëntor ndaj Anglisë në Air Albania. Serbia ka 3 ndeshje për të luajtur, me datë 14 tetor, që Shqipëria është pushim, serbët do të luajnë një transfert të vështirë ndaj Andorrës pas situatës së krijuar në ekipin e tyre. Në rast fitore, diferenca me Shqipërinë mbetet vetëm 1 pikë. Në nëntor, Serbia luan në transfert ndaj Anglisë në 13 nëntor dhe në fushën e vet ndaj Letonisë në 16 nëntor. Fati i vendit të dytë lidhet direkt me Anglinë. Shqipërisi duhet të fitojë patjetër me Andorrën dhe të shpresojë që Serbia të bëjë një tjetër hap fals në 3 ndeshjet e mbetura. Skenari më i keq i mundshëm është që Serbia të fitojë 3 ndeshjet që i kanë ngelur. Fitoria minimale ndaj Serbisë e ka afruar kombëtaren shqiptare të futbollit me play-offin e botërorit 2026. Kuqezinjt mbajnë vendin e dytë në grupin K me 11 pikë, 4 më shumë se Serbia e vendit të tretë, e cila ka një ndeshje më shumë se kuqezinjt. Një fitore ndaj Andorrës në nëntor thuajse do të siguronte pjesëmarrje në fazën play-off për botërorin, megjithse një kualifikim në fazën finale duket i vështirë. Ndarja e vazove do të bëhet në muajin nëntor sipas pikëve dhe renditjes së FIFA-s. Megjithatë, llogaritë e para ka nisur. Faqja e statistikave Futboll Mjetsdata e vendos Shqipërinë në vazon e tretë, ku bëjnë pjesë edhe Hungaria, Slovakia dhe Bosnia-Hercegovina. Sipas rregullores, një skuadër e vazos së tretë përballet me kundërshtar nga vazo e dytë, aty ku bëjnë pjesë emrat e njohur të cilët i kemi mposhtur më parë si Polonia, Çekia, Hungaria dhe Skocia. Nëse muajin e ardhshëm nuk ka ndryshime, Shqipëria mund të përballet me një nga ekipet e vazos së dytë, por asgjë nuk është përfundimtare pasi aty mund të përfundojë edhe Italia e drejtuar nga Gattuso. Pas kësaj do të luajnë 4 çifte gjysmë finaliste, ku do të dalin 2 finaliste. Fituese në finale do të shkojnë në botëror. Me pak fjalë, një mision shumë i vështirë për Shqipërinë, por jo i pamundur. Vlen të theksohet se këto janë parashikime momentale, pasi situata mund të ndryshojë në muajin nëntor pas ndeshjeve të fundit në kualifikuese.